Para ditën e sotme në ambientet e teatrit Mbyllis në Fier u zhvilluan homazhet në nder të aktorit të mirënjohur Todi Lupi, i cili u nda nga jeta një ditë më parë në moshën 78 vjeçare. Në ceremoninë e lamtumirës morën pjesë familjar, kolegë, miq, artistë të njohur, si dhe përfaqësues të pushtetit vendor dhe qendror, të cilët i dhanë lamtumirën e fundit një prej emrave më të spikatur të skenës fierake. Mes emocionesh dhe lotësh, aktorët Luftar Paja, Pëllum Kulla dhe Arqile Lipe e cilësuan ndarjen nga jeta të Todi Lupit si një humbje të madhe për artin shqiptar dhe veçanërisht për teatrin e Fierit. Sa ndërtese të humorit që u ndërtua me shumë mundime, sot i është shkëputur një nga kolonat e fuqishme të saj. Todi Lupi ishte ndershmëria e artit dhe kulturës në teatrin Mbyllis. Todi ishte një njeri shëmbëllor, një njeri që nuk tha një laf të keqe nga goja. Një aktor që ka lënë bresa nga 71-shi derisa dha fund jetës. Unë dhe shokët, po sidomos unë nuk do të harroj derisa të vdes. Me Todin kam pasur një marrëdhënie vëlla, mik, shok, artist, shok, vëlla. Ne kam mbledhur sot këtu Todi Lupi, që dikur na nxirrte nga kjo sallë të qeshur të gëzuar, edhe sot na ka sjellë të përlotemi e të qajmë vërtet se ne iku njeri i mrekullueshëm. Iku një nga njerëzit që meriton shumë të dalë bashkë nga kjo sallë me ceremoni e menderimin e gjithë këtyre njerëzve, të cilët e deshin. Unë kam pasur te Todi një aktor nga më të mirët, po, se po, por ndoshta më i mirë se që kisha shpresuar të ishte. Me një karrierë që shtrihet në më shumë se 5 dekada, Todi Lupi la gjurmë të pashlyeshme në historinë e teatrit dhe estradës së Fierit. Përmes roleve të tij plot humor, talent dhe spontanitet, ai fitoi dashurinë e publikut dhe u shndërrua në një nga figurat më të dashura të artit skenik fierak. Trashëgimia artistike që ai lë pas do të mbetet një vlerë e çmuar për brezat e sotëm dhe ata që do të vinë.